Ethet e arit pëçojnë drejt shembjes urën mbi 300 vjeçare të Golikut në Mokër të Pogradecit. Persona që pretendojnë se kanë harta të vjetra, kohë pas kohe kanë hapur 4 gropa në urën e shpallur monument kulture i kategorisë së parë, pasi besojnë se në të ka arë dhe argjend. Banorët e zonës tregojnë se ata që kanë dëmtuar urën janë ose persona që prezantohen si turistë huaj, ose banorë të qyteteve të tjera të vendit. Në themelin e urës, paja të 4 viteve, kam kaluar mazditë në vonë darkë nga 8 darkës, më kanë kundërshtuar me armë, të largohen për këtush, se për ndryshet të vrasin. Kanë ngërmuar në themelin e urës. Po të gjojnë për tjerëve, gjësë ku ka florin, edhe ngërmojnë atë, pa dini që i bëndem aty. Për kryeplakun e zonës ura është në rrezik shembje, pasi 70% e strukturës së saj është dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Kjo është dëmtuar nga persona të panjohur dhe të pa identifikuar, nga nuk vinë, edhe të huaj me gjerman, vinë anglez, vinë thjesht, shkojnë me atë iluzione se mund të ketë në një vlerë monetare. Edhe sipas drejtorës së Muzeut të Pogradecit, dëmtimi i urës ka ardhur për shkak të besimit se në këmbët e saj ka metale të çmuara. Jam më së shumti për shkak të legjendave që përhapen, por që nuk është e vërtet në fakt, sepse të dhënat kanë dëshmuar që janë vetëm legjenda. Ura e Golikut sipas historianëve mund të jetë shumë më e vjetër se 300 vjeçare. Ata mendojnë se ndërtimi i saj lidhet me kohën kur janë ndërtuar vendbanimet e Selcës, të cilat i përkasin shekullit të dytë para Krishtit. Për të gjitha dëmtimet e urës janë bërë denoncime në polici nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës, por asnjëherë nuk ka patur të ndaluar për veprën.